Produksioni Zëri i Shtimës ju prezanton 101 tregime të autorit Muhammed Emin Gjundi. Tregimi i 8. Falënderuesit. Tregohet se një prej ditëve, Omran bin Hattani, përderisa u rikthye në shtëpinë e tij, u afrua tek bashkëshortja e tij, të cilën e komplimentoi për bukurinë që i kishte dhënë Zoti i madhëruar. Vet ai ishte i shëmtuar në pamjen e tij, ndërsa bashkëshortja shumë e bukur me tipare të një femre të cilën çdo mashkull do të dëshironte ta kishte për grua. Pasi u afrua pranë saj, filloi ta shikojë, ndërsa në sytë e tij edhe më u shtua dashuria për të. Nuk mund të hiqte shikimin prej saj. Në një moment, e vëren bashkëshortja dhe e habitur e pyet: "Çfarë ke? Përse më shikon ashtu?" Omrani i përgjigjet: "E falenderoj Allahun e madhëruar që të bëri fatin tim. Për Zotin e madh, je e mrekullueshme." Ndërsa ajo ja ktheu: "Përgëzime i dashur, së bashku do të jemi në xhennet." Në këtë rast Omrani i habitur e pyeti: "Ku e di ti? Nga e mësove këtë e dashur?" Bashkëshortja ju përgjigj: "Nga se jam fati yt dhe ti je falënderues ndaj Zotit. Ndërsa unë jam e sprovuar me ty dhe po bëj durim. Prandaj falënderuesi dhe durimtari që të dy do të futen në xhennet." Autor i tekstit Muhammed Emin Gjundi. Përshtati dhe lexoi Eliesa Ahmeti. Ilustrimi artistik Rozafa Zeneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.